Universiteti Fanoli në Korçë në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut kanë organizuar një ditë hapur për të njohur maturantët me ofertën e tij akademike. Maturantët janë njohur me programet e studimit që ofrojnë të 4 fakultetet: AI i bujqësisë, ekonomisë, edukimit dhe filologjisë dhe shkencave natyrore dhe humane. Me këtë rast, unë ju bëj thirrje të gjithë maturantëve të aplikojnë për në universitetin tonë. Këtu do të gjejnë mësim dhënie të cilësisë së lartë, një jetë studentore të pasur. Qyteti jonë është qytet relativisht jo i shtrenjtë, jeta është shumë e mirë në këtë qytet dhe të gjejnë çdo gjë që ata duan. Ata marrin pjesë në zgjedhjet e organeve drejtuese të universitetit, ata kanë në këshillin e tyre studentor ku zgjedhin përfaqësuesit e tyre të cilët bashkëpunojnë me ne për të gjitha problemet që kanë, do jenë edhe afër familjes së tyre. Këto janë gjitha pluse që ata du të vinë të studiojnë në universitetin tonë. Universiteti Korçës, e ka thënë dhe të tjera, është një aset i jashtëzakonshëm jo vetëm i qytetit të Korçës, po i gjithë rajonit. Kështu që ne si Këshilli i Qarkut e kemi patur përparësitë tonë dhe vazhdojmë ta kemi përparësitë tonën mbështetjen e këtij universiteti. Pra, ky universitet ka nevojë për një të ardhme dhe ne po përpiqemi që nëpërmjet këtij ndërveprimi, ndërmjet këtyre gjimnazistëve që janë në prag të zgjedhjes së degës së tyre, të cilat do t'i bëjnë gjatë muajit prill, mos plotësojnë edhe fakultetet e Universitetit Fanoli. Kjo është një eksperiencë e parë, të themi, që ne kemi së bashku me Universitetin e Korçës, dhe ky do jetë vetëm hapi i parë, i cili mbase do ta mësojë më tepër në lidhje me hapat që do të hetim në të ardhmen. Në këtë aktivitet morën pjesë maturantë nga i gjithë qarku, të cilët patën mundësinë të informohen në mënyrë të drejtë për drejtë mbi programet e studimit, kriteret e pranimit dhe mundësitë që ofron universiteti për ndërtimin e karrierës së tyre akademike dhe profesionale. Tek informatika, fola me vajzat dhe më duket diçka interesante. Pse jo të kemi kontakte më të në këtë pjesë. Kishit informacion më herët për këtë universitet? Pjesërisht. Kishit më parë informacione? Po, sigurisht, kemi dëgjuar edhe nga shkolla jemi të informuar që mund të gjejmë veten diku këtu. Edhe për këtë punë ne kemi erdhur dhe po shohim se ku mund të gjejmë drejtimin. Ndoni se është më e përshtatshme të qëndroni në Korçë, duke qenë se ju lehtëson nga shumë, po themi, kosto financiare, pse jo? Po, është një mundësi e mirë, nëse na ofrohen mundësi të tilla, pse jo që mos studiojmë edhe këtu në Korçë. Dita e hapur e universitetit u mbështet dhe nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar dhe Zyra Vendore e Arsimit dhe synon të orientojë të rinjt në përzgjedhjen e degëve të studimit, duke i ndihmuar ata të marrin vendime të informuara për të ardhmen e tyre.